Kush ka të drejtat e kujdestarisë në raste të zakonshme po flasim? Është gjithmonë nëna ajo që e ka përparësi? Praktikisht po, është nëna ajo që ka përparësi në raport me kujdestarinë e fëmisë, sidomos kur fëmijët janë të vogël në moshën 10 vjeçare. Prej kësaj moshe, pra mbi 10 vjeç e tutje, fëmijët edhe pyeten nga punëtori social dhe psikologo, përkitazi me dëshirat e tyre, po jo që gjithmonë vullneti i tyre është përfundimtar, për shkak se janë profesionistë të fushët, cilët vlerësojnë se cili është interesi më i mirë i fëmijës. Po ka dhe situata kur fëmijët edhe pse janë të moshës vogël, pra nën moshën 10 vjeçare, i besojnë babait për arsye dhe rrethana të ndryshme. Megjithatë, po flasim, ndoshta po i referohemi rastit të ferrës, po rastit të ferrës ka shumë, besoj. Ka shumë prindër të cilët ndoshta po shkojnë drejt procesit të njëjtë. Sa i përket kujdestarisë, sa është e vështirë realisht për një fëmijë të jetojë vetëm me njërin prind dhe si funksionon orari i kujdestarisë edhe për prindin tjetër? Tani këto raste variojnë. Nga rasti në rast, të nesh kriju një praktik juridike ku fëmijët deri në moshën 10 vjeçare i besohen nënës, vetëm në raste specifike ku nëna nuk ka mundësi me u kujdesu se ka ndonjë problem, ose kur veç shpreh dëshirën ose vullnetin që fëmijët me ju besu partnerit. Kryesisht fëmijët të cilët i besohen nënës ose anasjeltas, mundësot kontakti me prindin tjetër, çdo të dytin vikend, pastaj janë dita e dytë e festave zyrtare, festave fetare, janë pushimet verore, janë pushimet dimrore, është gjithmonë dita e dytë e ditëlindjes së fëmijës dhe prindit i cili nuk e ka kujdestarinë, por kemi edhe raste kur kontakti lihet i lirë, për shkak se prindrit gjatë rrugtimit kanë arrit me pas një bashkëpunim ose mirëkuptim mes tyre dhe kontakti i lirë realizohet pastaj qysh prindrit mirën vesh mes veti. Çka ndodh nëse kjo nuk respektohet nga njëra palë apo tjetra? Tani mos respektimi i vendimit të gjykatës në parim është vepër penale. Dhe procedura fillon nëse pala tjetër e bën denoncimin ose e njofton organin përkatës. Në situata ku nuk respektohet vendimi i gjykatës, është fillimisht organi kujdestarisë ai i cili duhet të veprojë dhe duhet të ndërhyjë, fillimisht duke i rekomanduar dhe duke kërkuar nga pala tjetër që duhet të zbatohet një vendim i gjykatës sepse është i detyrueshëm. Vendimet e gjykatës janë të detyrueshme, janë të ekzekutueshme dhe janë të përmbarueshme. Ndërsa mundësitë për prindin tjetër të cilit i mohohet kjo e drejtë, prap janë rrugë ligjore, ka mundësi me bë denoncim pranë organeve, ka mundësi me fillu procedurën e ekzekutimit të vendimit, që bëhet përmes përmbarimeve gjyqësore, me njoftu organin e kujdestarisë ose qendrën për punë sociale, varësisht cilën rrugë ai konsideron që është më e lehtë dhe më e shpejtë për me arritë të qëllimi, që është kontakti me fëmijën.